Të nderuar gjahtar, nderuari kryetari shoqatit gjahtar Vagim Selmonaj të Veçanit dhe pjesëmarrës në këtë vizitë në terrenin e Sharit, komunës së Sharit. Tu gjendemi në hyrjet e komunës së Sharit afër fshatit Brezë. Shoqata gjahtar Vagim Selmonaj të Veçanit me 13 mars 2014 ka marrë vendim me bo një vizitë një ditore në terrenet e gjyqëtisë të komunës së Veçanit. I nderuari kryetar Tem Lulaj është kryetari i shoqatës gjahtarëve Vagim Selmonaj të Veçanit, është pjesëmarrës në luftën shërimtare të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës në TMK dhe sot është oficer i lartë në Forcën e Sigurisë të Kosovës dhe kryetari i shoqatës gjahtar Vagim Selmonaj të Veçanit. Rrjedh prej një familje malsore të Bellës, prandaj familja e tij brez mas brezi kanë qenë familje patriotike, për arsye se në periodat historike kanë nevojë shumë, 6 herë është djeg edhe o pjek për armiqve tonë shekullor, Bellaja, Serbë dhe Malazez. Bellagjit, për shembull Hazullaha ka marrë pjesë në ngritjen e flamurit në Vlorë bashkë me Isa Boletinin, Ismail Qemolin dhe të tjerë. Prandaj, këto familje sot, për shkaqe ekonomike, janë të shpërngulna dhe të shpërndame në për shumë fshatra të territorit Rrafshit Dugaxhinit e Magjerë. Kështu që kullat e këtij fshati Bellës janë netitën muret e thata dhe askush për shoqërisë së gjerë kosovare, për pushtetit lokal dhe për pushtetit kuvendit e Kosovës dhe ministrive të ndryshme nuk ka marrë masa bile një kull me ngrit për arsye se shumë vendime për çështje kombëtare në kullat e Bellës janë marrë. Qëllimi i kësaj vizite është njohja me vlerat shkencore të këtij parku nacional kombëtar, terrenit të gjyqëtisë, me majet e larta shkembore në sipërfaqet e mbuluara me pyje, me rrjedhat e lumejve dhe rrojeve, me florën dhe faunën e këtij ambienti të gjyqëtisë. Pra, edhe një herë po them që këtu jemi në hyrje të komunës së Sharit, prandaj përballë me kemi këtë fshatin Brezë, ku pritet që së shpejti në këtë fshat në ngrit një mini hidrocentral që i duhet shumë këtij ambienti dhe Kosovës. Ky fshat gjendet në këtë grop, në mes të vjezhve të Sharit dhe ka një bukuri të rrallë dhe ky popullat më shumë merren me blegëtori se sa me kësi toka nuk është edhe qaq pjellore. Prandaj pjesa dërmuese e rinisë që këtij fshati janë shpërngur dhe kanë shkuar në botën e jashtme për me sigurue ka fshatin e Bukës. Ju faleminderit. Terren pyje të përzira, të ahut, të dendur dhe kullosat të larta me plot burime, lumej të pashtëshëm. Terrenet e gjyqëtisë janë kudrinore e malore. Niveli mbizgjetar është 716 metra deri në 2500 metra. Egërsirat e larta, dhia egër kaprolli deri egër dhe ariu. Egërsirat e ulta, ujku, dherë, pralepur, ketri dhe kunallja. Egërsirat me pupla, flonza e shkambive, pulegra dhe plumbi. Shtazët grabitqar. Terrenet e gjyqëtisë janë të pasura me ushqim të mjaftueshëm të përshtatshëm për të gjitha egërsirat.
Shoqata e gjatarëve Dhia Eger Dragash Shar me kryetar Naim Ramadanin, inxhinieri diplomuri në Lamin e Pyrthais dhe bashkëpunëtorin ngushtë i imi. Menaxhon me rezervatin Vilan, që është në këtë drejtim, që aty afer përmi fshatin Plag. Në anën në djathtë, ka lënë lumi i cili duke depërtue në përbjeshët e brodit se janë një pamje ma gjepse ne veri prandim të gjahisës përmes dy fshatrave. Kërsteci i madh dhe kërsteci i vogël, ka lënë lumi tjetër prej nga zbulonin madhështin e këtyre majeve Gjallicës dhe Koreknikut, në vendin e qutin Podi Villan. Shoqata e gjatarëve ka ngritur disa objekte ushqimore, krypore dhe shkimore në funksion për rujtjen, shtimin dhe kultivimin e gërsirave. Në terrenet e Gjyëtis ndodhe shtëpia gjaut që ka, e shohim kur shkojmë monet atje, menaxhuar shoqata e gjatarëve Shari, por është që të mësue e ngritur nga druri me lartësi 6 metra dhe me sipërfaqe 3x3 x 2 metra. Përfaqësojnë malet e Sharit, përfaqësojnë një zinxhir malesh që shtrihen nga pjesa jugore e Kosovës dhe Maqedonisë, veri perëndimore në Shqipërinë veri lindore. Ky zinxhir malesh shënon edhe kufirin 3 palësh, që kalon nga maja e Sherupës me një lartësi mbi dietare 2092 metra. Sistemi malor është diku 80 km e gjatë dhe deri 30 km e gjerë. Malet e Sharit janë të famshme për reliefin e tyre të thyrë dhe majet e larta malore. Aty gjenden gjurmët e epokës e akuj në formën e liçeve të ngrira të larta malore. Mali i Sharit lidhet me malin e Korapit dhe me një lartësi 2760 metra. Në jug përdim ky mal është mali më i lartë si në Shqipëri ashtu në Maqedoni. Maja e tij formon kufirin e mes të dy vendeve, liçeni është mbi Korap, liçeni Grame. Në anën shqiptare të kufirit shkëmbinit dhe sedimentet e rajonit vijnë nga epoka e ndryshme. Këtu ndeshen granitet, paleozoiket, gjelqerore, mezozoiket dhe shkambit sedimentet. Janë të epokës kuartonare të akullnajave. Malet e Sharit kanë rëndësi të madhe për gjithë mjedisin, në to gjenden burime ujore që ushqejnë lumejt e rajonit dhe këtij ambienti natyror të komunës së Sharit. Ja pra kom kushtu i vjesht vogël pyll, mas jemi këtu në mes pyllit. Pylli pret një bime imja, shumë filiza për rreth, një pjesë e natyres edhe një copë mushkri. E kangësh një melodi, një qerë sa zëgjë, një grusht ujë në shpat, një ushtim ndërmale, një vepër penale. Ju faleminderit.
fillimin e jetën e Prodit, ja këtu Parki Nacional Kombëtar që është i shpagur para 2 vite. Këtu i ka 3-400 copa rri tegra, që ku po i shohim, po i inqizojmë, prandaj shqyqo këto rri janë edhe në mbi këqyrit të njeriut dhe janë gati si në qenë të buta të arsye që për këto dhi në kujdes gjithmonë njerëzit. Para sa vite është kujdes shoqata gjaftare Dhia Eger, por tash kujdeset Ministria e Ambientit dhe Hapësiror të Kosovës. Dhia Eger është pasuni kombëtare dhe mbrohet nga 2 ministri dhe ligji mbi zgjuarjen. Mbrohet ka Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës dhe nga Ministria e Ambientit dhe Hapësiror dhe nga ligji mbi gjuetin. Është shumë shkath, peshon 35 dhe 45 kg, mishin e ka shumë të shishëm, nuk lejohet më gjujt vetëm me leje speciale të i ban ndërzet në fund nëntorit dhe në fillim dhjetorit, 65-6 muaj në ban edhat bark pjell 1 deri në 3 edha. 3 rrallë, po 1-2 shpeshere i pjell. Kujdeset për ta deri sa të bohen tafë për vetë. Jeton 15 vjetë, prandaj këto kur të nërzehen një sjap ka mundësimi në zyje vetëm 4 copa. Kur të nërzehen to bojnë 2 luftime, sjep në mesveti, kështu që bojnë 2 luftime ai që fiton në luftim ai jetë për mi në zyje ato 10 tira. Quhet me zagar, quhet në prite, quhet në pushk, në vjaska dhe ja këtu janë pasuni kombëtare dhe Republikë e shtetit tonë të ri Republikës e Kosovës. Faleminderit! Veç që një, 2-3 vëtëson. Dhia Eger me gëzof dimrit dhe Dhia Eger me gëzof veror. Këtu e gjurma të dhis, ja ku po i shofim, këtu edhe i kemi dhit, edhe po i shofim edhe në fotografi pak në murën. Këtu sot ka ardhë miku, bashkëpunëtori, i mushti imi, zotëri Nadil Dautaj, veteran i arsimit dhe gjahtari pasionuar. Prandaj që 14 vjet është kryetar i shoqatës gjahtarëve Dhia Eger të Sharit. Është një njeri me virtytet e larta njerëzore, punëtori i arsimit, njeri i cili është shumë inteligent, prandaj ky me forcat e tij, edhe pse ka dalë për gjën nga arsimi, nuk rrin, por punon ditë e natë, i ka dy goj, një ka këtu në Kosovë, një në Shqipëri, prandaj ky ka bo një jetë solide në qytetin e Sharit. Faleminderit zotëri që ke ardhur në u ki bashkëngjit dhe për na shoqën në këtë emision dokumentar në pjesë të Sharit. Faleminderit edhe për jush, çdo respekt nga ana ime. Kanë një ka thurë të më bastani.
vizitohet një të Këtë natyrë të pjeshkës së shorit, të kemi cepi lusës dhe tuma, do dy maje që e zbukurojnë këtë vend, shiko sa bukuri e rrallë natyrore, shiko djelën që shpeslitin këto dy maje në pjeshkët e shorit. Faleminderit! Brodit që vonë ka kryes e brodit, e kalon në përmes brodit e deri në disa fshatra sharë. Ku i qëllë piloti për e formon këtë plugin kaq të bukur dhe
Në ardhën atje ka me ishë... Të ardhën. Gjindën në bjeshit e sharit edhe në qytë tonë. Ja pra kjo natyrë, kjo bjenë, kjo përbojë, të mushnë me plët zhula të njërnave të ndryshme. Fokusej në kamerë. Zhulja largon stresin, sjell gjumi, shpreh dashurinë e njeriut ndaj shoqërisë, shpreh dashurinë e shoqërisë ndaj njeriut, shpreh dashurinë e njeriut të gjallë ndaj njeriut të vdekur. Këto shiqo sa e zbukurojnë natyrën, e zbukurojnë shtëpinë, e zbukurojnë qytetin, e zbukurojnë parkun. Shpreh dashurinë e dashnorit ndaj dashnores. Pra, Zhula pra ka një vlerë shumë të madhe për zbukurimin edhe të natyrës, edhe të shtëpisë, edhe të qytetit, edhe të fshatit, edhe kudo që binë dhe rriten e zhvillohen. Faleminderit. I vedem luli. Apo ja pushana? Ljove. Qëti, jashtë dhe mirë. S'kemi morë, ku shkojmë, s'kemi morë më me vetë. Ka një minutë se morin. Rasi morë për zotë. Ba, ja e shok i ke. Këtë vjetshme. Me bollo. Ja pra, ja është një piqur. Një piqurajnë kësi me babjeku, konë shumë e mirë, ani me mërdhije, ka pas pagu. E me dhe. Edhe këtu. E jo me mirë, po edhe vjeshka. Që ko ka marrë në itja? Që ko ka marrë? Jo vila në itja. Ka marrë shëqatës. Që tu i kom pasu me grashdinte, ju kemi pru Kolomoqe, ju kemi pru bare, krypte dhe i me. Ku tjeket vjenë? A në itja, pram vetën no, që e kanë rrëtë qarët e kanë rrëtë. Që tjera, shi dhe i tjera. Pa, që. Jo, po, për që tu të isho vetën e rrëtë. Ja pra këtu jemi në bjeshtet të sharit.
marrin nëse thepin e Nusës, e cila si mas Gojdanave të këtyre qytetarëve të Shartit se ka një histori, kështu që Nusës momentalisht i ka ndodhur një ngjarje e turpshme dhe atëra jo pej turpit e ka thy qafën edhe ka ra më njëre pej majit dhe e ka ra në umrin të poshtë. O gopshes. Ka po vetë Kështu që sot prej atërit e deri sot i ka mët emri Thepi i Nusës. Për shkak të natyrës së bukur të bjergëve të Sharit, kjo bukuri natyrore që Perëndia dhe natyra ja ka dhuruar njeriu të këtij ambienti të komunës së Dragashit me ka shtyrë që të thurin i vjersh. Në Shart, atje ka brum historie, atje lënd ka gjeografia, pak veçime ka botanika, zoologjia dhe fonetika. Atje në Shkem rritet pisha, shtazë tjera i Cambisha, riu i Murrëm, atje bejet, atë vetën e Shënëndër, shka bën verës zgëndër. Atje Lepuri kërkon shtre, dhe rjeger ndo një she, atje dhepla dina krisht, lunë me bishtin fisht, së ditë shatat, ku tim të del, ta martoj bullën në gjel. Fërndej!
Vjerëve së shorit ka afër 4-500 loj. Para 5 dite kanë qenë me rëmtuar farmacista Shqipërisë dhe të Kosovës dhe në një bisedë rasti me magjistrin e farmacisë
përshtypje të mrekullueshme me shpresë që edhe në të ardhmen do të bëjmë vizitë të tilla që të njohim më detajisht me bukuritë natyrore të këtij tereni Gjuhëtisë e sidomos me florën dhe faunën që kultivon ky teren i Gjuhëtisë në mbjeshkën e Sharrit të Republikës Kosovë. Faleminderit. Që pranë molle qajt, që ka vetë në këto, po fnasim të një për vizitë të të shosni. Bukurie ralla, po arrushme.
Ja, shqiptar, ja, shqiptar të... Ndodhemi në shkatin Brod, në restoranti Argjena, pronari se cilit është zotri Nasa Risi. Restorant komod në mjedisë plosë lumi e Brodit, vujtë e pasë, si të posizet në vorin në restorantit. Pikojnë burrat e grojeve, gjerë e ti në kondër bre, në sti dhe misione.
zhjorë pak dhe ju kohë për gjithë dhe ju kohë mirë. Ne do të përgjeni përshëtitinin, respektin dhe fundin dhe aktivitetin që e krysë sot në këtë emisión dokumentar në kodër shoqatës së gjatarëve aty në fenomenet të emisionit. Çdo respekt, çdo derë. Edhe një herë u bëft mirë, u bëft mirë. Era aty në sesionar dhe inshallah së Hajde më gëzuar. Gjithet tu atje sa në të mirë. U bëf mirë më vlla me gjithë lëk tjerë shumë. Olin e. Që kja për të vej qëtë mirë, për që kë